1.500.000 shqiptarë kanë vizituar Shpatën dhe për krenaren e Skënderbeut e ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar për herë të parë. Kjo është shifra më e lartë e regjistruar në 32 vitet e ekzistencës së këtij muzeu. Sa është numri vizitorëve deri më tani? Numri vizitorëve pa frikë ne e themi bile me rezerva që tjetë, me rezerva që mund tjetë edhe më shumë, por ne themi që i kemi mbajtur komplet në shënim çdo ditë, ka qenë rreth 1,5 milion vizitor. Fluksi i madh ka qenë jo vetëm i njerëzve që banonin në Tiranë, po edhe nga diaspora, nga Maqedonia, nga Kosova dhe shumë fluksi emigrantëve që kanë ardhur këtu. Fluksi më i madh është shënuar para festave dhe në ditët e para të janarit, kryesisht nga emigrantët, të cilët kanë ardhur për të festuar në Shqipëri. Vizitorët shprehen të emocionuar dhe shumë prej tyre nuk hezitojnë të lënë edhe shënime në blokun e përshtypjeve. Si u duken? Shumë të bukura, manice. Përshtypje na bën ato armëta dhe ajo skena, por na kemi qef të jemi ne, krenarë se ne është joni. Një shumë emocion, vërtet, nuk e di, shumë fantastike, shumë gjëra mrekullueshme. Nga keni ardhur për të vizituar? Nga Italia. Shpata që është që e mirë, shumë e madhe. Është një gjë shumë a shumë për ne, sidomos moshën edhe të rinjtë. Ato që kishim lexuar, ato që kishim dëgjuar, që kemi parë dhe për filma, doli është realiteti ai që shikon përpara syve. Reliket e çmuara do mund të shikohen nga afër edhe për një javë në Muzeun Historik Kombëtar. Ardhja e Shpatës dhe për krenarës u bë mundur në kuadër të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë.